Nga Tirana për në Milano, Bergamo, Vjenë, Antalya apo qytete të tjera, ku një bilet avioni nuk shkon më shumë se 50 euro vajtje ardhje. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave, mesatarisht një shqiptar ka dalë jashtë territorit të vendit 3 herë gjatë 9 muajve të parë të vitit. Numri i daljeve shtritur me 10% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Siç kemi thënë, Shqipëri ka pas shumë lëvizje dhe shumë njerëz kanë shkuar për jetuar jashtë shtetit dhe normalisht si pasojë e kësaj ka edhe shumë familjarë që shkojnë të bëjnë pushime apo të takojnë familjarët e tyre. Përveç kësaj, nga kërkesa e madhe, janë hap shumë linja ajrore të reja dhe çmimet janë bërë shumë konkurruese. Vëmë re që për të shkuar në Itali në muajin tetor dhe nëntor, biletat kanë qenë rreth 14 euro, për të shkuar 14 euro me ardh, 25 euro. Dhe në këtë rast është shumë më konveniente me shku me avion sesa me këto transportet e tjera. Një nga destinacionet kryesore për pushime për shqiptarët është Turqia, ku paketat turistike u shtrenjtuan me gati 20 deri 30% gjatë verës, por me sa duket kjo nuk i ka penguar të udhtojnë atje. Çdo gjë është rritur dhe për mendimin tim është gjithmonë në top pushimet në Antalya. Të gjithë njerëzit i kërkojnë, sigurisht bën rezervimet shumë më përpara, por që kërkesa ka qenë gjithmonë e lartë për në Antalya. Vitet e kaluara një pjesë e njerëzve prisnin mbarimin e gushtit për të relaksuar jashtë vendit me çmime më të lira, por këtë vit trendi ndryshoi. Ka qenë gjithmonë miti që në shtator bien çmimet, por si vjet ka pasur një ndryshim, pasi deri me datën 15 shtator, pra në 15 ditën e parë të shtatorit çmimet kanë qenë njësoj si në gusht. Pastaj pas datës 15 shtator dhe pjesën e tetorit çmimet kanë rënë ndjeshëm. Sigurisht ka qenë kërkesa e madhe, por që duke pas parasysh që njerëzit janë punë, jo të gjithë kanë mundësi të marrin pushime në tetor apo në shtator. Deri në fund të vitit pritet që numri i daljeve të shqiptarëve jashtë territorit të vendit të arrijë deri në 8.5 milion dalje sipas llogaritjeve.